Të drejtat e autorit janë të drejtat cilat përcaktohen me ligjin për drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta. Autori gëzon disa të drejta me vetë faktin e krijimit të veprës. Këto të drejta ndohen në dy grupe, të drejtat ekonomike dhe të drejtat morale, cilat i mundsojnë autorit kontrollimin e shfrytëzimit të veprës së tij. Edhe kuptohet përfitimin financiar nga shfrytëzimi i kësaj vepre. Drejtat ekonomike hynë tazam të drejtat e riprodhimit të veprës, të drejtat e shpërndarjes së veprës, të drejtat e adaptimit apo përshtatjes së veprës dhe të drejtat të tjera që kanë bëjnë me vepra të caktuara specifike. Këto të drejta, për shembull, nëse marrim shembull konkret një libër, autori me rastin e shkrimit të atij libri i gëzon të gjitha të drejtat cilat përcaktohen me ligj. Mirë, për mënyrë që tjetësohet ai libër dhe të publikohet, ky autor nënshkruan tazam një kontratë me një shtëpi botuese për botimin e atij libri dhe me këtë rast i bardh disa të drejta të caktuara, së paku të drejtën e riprodhimit dhe të drejtën e shpërndarjes nga vet autori tek shtëpia botuese. Ka shkelje të shumta të drejtave të autorëve në praktik, sidomos në Kosovë, marrë në konsiderat që krijimi i tërë sistemit të mbrojtjes së të drejtave të autorit është relativisht i ri. Edhe përkundër asaj që ligji përkatës për mbrojtjen e të drejtave të autorit ka një kohë që ka hyrë në fuqi, mekanizmat të cilët e mundsojnë zbatimin e atij ligji akoma nuk janë tërësi funksionale. Nëse marrim shembull konkret rastin e librave, mund të them në krahasim me periudhat paraprake ndoshta shitja pirate e librave apo veprave autoriale është më ulët se sa ka qenë për shkak të ndërmarrjes së disa aktiviteteve nga organet kompetente për ndalimin e këtyre veprimeve ilegale siç janë shpërndarja e veprave pirate. Ekziston një kuptim që kopimi i një vepre për qëllime personale është i lejuar. Një perceptim i tillë nuk është tërësisht gabim, sepse e vërtet që ligji përcakton disa përjashtime prej përdorimeve të paautorizuara dhe një ndër to është edhe kopimi i një pjese të librit për qëllime personale. Pra ligji e lejon që një pjesë e librit të kopiohet për qëllime personale, mirë po ligji e kushton këtë kopim me shpërblimin e duhur të autorit për atë kopjem. Edhe nëse nisemi prej vetë lexuesve ose përdoruesve, shfrytëzuesve, duhet me patjetër të vetëdijsohen që përdorimi pa autorizuar i veprave autoriale shkelet me ligj. Edhe në rast se, qëllimi i atij përdorimi është personal, siç e përmenda më herët, janë disa kufizime të cilat duhet i përmbushën. Pra është shumë e rëndësishme që e tërë shoqëria në përgjithësi duke filluar nga fëmijët të vetëdijsohen që përdorimi i veprës së dikujt nuk është ligjore, edhe paraqitja apo prezantimi i veprës së dikujt në emër tëndin nuk është ligjore. Ndërsa sa i përket autorëve është shumë e rëndësishme që autorët të kuptojnë që këto janë të drejta subjektive. Çka nënkupton kjo? Kjo nënkupton që të autorët duhet të ndërmarrin veprime në momentin që vlerësojnë apo vjen në dieni që veprat e tyre janë duke u përdorur pa autorizimin e tyre. Shteti ka disa obligime karshi autorëve, shteti ka para së gjithash obligimin me kriju infrastrukturën ligjore, me kriju mekanizmat për zbatimin e atij ligji, mirë po për shkeljet individuale, përveç kur kemi elementet veprës penale, shteti nuk e ka për obligim me vepru. Është vetë autori apo bartësi së drejtës i cili duhet të ndërmarrë veprime për me e mbrojtë të drejtën e tij dhe këtë gjë duhet ta bëj ose në procedurë administrative ose në procedurë civile, në raste të caktuara edhe në procedurë penale, duke e iniciuar apo paraqit kallëzim penal ndaj shkeljeve të caktuara.